Në një ambient të mbyllur dhe të mbushur me tension si ai një shtëpie të përbashkët, përplasjet janë pothuajse të pashmangshme. Emocionet grumbullohen dita ditës, fjalët peshojnë më shumë se zakonisht dhe çdo keqkuptim mund të kthehet në një konflikt të madh. Pikërisht në këtë atmosferë të ngarkuar ndodhi edhe përplasja e fortë mes Juelës dhe Shëndritit, një moment që përpaksa nuk kaloi në përballje fizike. Debati mes tyre nisi si një shkëmbim fjalësh, por shumë shpejt mori një drejtim tjetër. Të dy ishin të tensionuar, të ngarkuar emocionalisht dhe të vendosur për të mos u tërhequr. Fjalët u bën më të ashpra, tonet më të larta dhe distanca mes tyre gjithnjë më e vogël. Në këto momente, kur askush nuk dëgjon më dhe secili përpiqet vetëm të imponojë të drejtën e vet, situata del jashtë kontrollit. Shëndriti, i shtyr nga nervat dhe ndoshta nga ndjenja e provokimit, arriti në një pikë ku reagimi i tij rrezikonte të bëhej fizik. Ideja për të ngritur dorën nuk ishte më thjesht një kërcënim verbal, por një veprim që mund të ndodhte në çdo sekond.